Tek amnistia, në propozimin e miratuar nga qeveria janë 19 kategori krimesh të rënda për cilat nuk mund të ofrohet amnistia, duke mos ditur se kur do të hyjë në fuqi, në kushtet aktuale, sa do të ishin ata që preken prej saj. Atëherë, sigurisht ne kemi dhënë ato të dhënat paraprake, të përpunuara si nga statistikat e përcjellura nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, po ashtu nga shërbimi i provës, i cili sigurisht është përgjegjës për zbatimin e masave alternative të dhëna nga gjykata. Dhe nuk janë pak, janë 5077 persona të cilët sipas dispozitave që ne kemi përfshirë dhe miratuar në qeveri dhe janë dërguar kuvendit. Kemi një masë të madhe njerëzish të cilët janë brenda sistemit penitenciar, pasi në burgje, në paraburgim, po ashtu edhe në shërbimin e provës, ku kemi një numër shumë të konsiderueshëm të personash të cilët përfitojnë ulje dënimi, po ashtu edhe persona të cilët nga miratimi i amnistisë lirohen menjëherë nga vendi i vuajtjes së dënimit. Pse ndodh kjo? S'pari duhet kuptuar është një akt human, duke qenë se ne me të drejtë i bashkangjitemi dhe shqetësimet të ngritura nga Këshilli i Evropës për paraburgim në masë, por edhe për abuzimet që mund të jenë bërë në kohë ndër vite, për mënyrën se si është aplikuar ligji penal dhe procedurale penal, pa hyrë në meritat e çështjes konkrete, pa u thelluar më tej, duke kuptuar që çdo rast në fakt paraqet dhe ndjeshmëritë caktuara, dhe diri dhe garancitë të cilat mishërohen në kushtetutë, në fakt duhet të interpretohen dhe të garantohen dhe në zbatimin e vendimit gjyqësor. Sa është numri i grave apo i të miturve që përfitojnë? Numri i grave të miturve ne kemi bërë me dije, pra duke përfshirë si ata që përfitojnë ulje dënimi, pra janë konkretisht 10 gra që përfitojnë ulje dënimi, po ashtu kemi edhe një numër grash të cilët lirohen menjëherë, të cilët janë në mos gaboj 7 sipas të dhënave paraprake, janë 5 gra, pa përfshirë këtu edhe shtetas të huaj, sigurisht, por vetëm për sa i referohemi shtetësisë shqiptare. Për sa i përket të miturve, lirim të menjëhershëm kanë 4 të mitur dhe ulje të dënimit kanë 3 të mitur. Pra në total 7 të mitur, të cilët nga institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale në Kavaj, ku në total duhet të jenë 27 të mitur, pa kemi 7 prej tyre të cilët janë përfitues drejt për drejt të amnistisë.